thënë vetë qytetarët nesër? Lista shumë e gjatë, Armela, për shumë gjëra të cilat shihen çdo ditë, interpretohen çdo ditë, por aktet më të fundit është ai që fare mirë mund të konsiderohet si grush shteti. Tentacioni për ta bërë këtë grush shteti nga ekzekutivi në bashkëpunim me parlamentin edhe me segmente të gjykatave. Dhe e kam fjalën për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila mbrohet nga kryeministri Edi Rama nën frikën se ikja e saj do të marrë me vete edhe të Zotin, pra vetë Zotin Rama. Kjo është vetëm ajo, po themi, ngjarja e fundit në një mori, në një kapic, në një piramidë skandalesh, të cilat nuk janë vetëm në legjërimin e retorikën e opozitës, i ke në 7 rezoluta ndërkombëtare, i ke në tituj mediash të mëdha që nga Amerika deri në Europën veriore e poshtë në jug, apo në Ballkan. Pra, seria e skandaleve, shkeljeve, zhvatjes, e grabitjeve të qeverisë është e tillë sa e bën të pamundur si mos thirrjen e protestës, ashtu edhe mos daljen në protestë. Ka shumë gjëra, nuk e di, ndoshta edhe ky 15 minutë që kemi ne në dispozicion nuk do të mjaftonte për të ezauruar, për të shpalosur gjithë atë repertor, po sigurisht ju me të ftuar të tjerë dhe syri dhe mediat e tjera të cilat nuk e mëtojnë val për t'i bërë fres qeverisë, i kanë thënë dhe do vazhdojnë t'i thonë. Tani, përtej spinimit që në Shqipëri është me bollëk dhe nuk mungon, po për fatëm mirë jemi në periudha që ai dallohet paktën tani qartë kur bëhet, edhe sepse bie propaganda më shpejt, problemet janë aq të mëdha, përtej kësaj dhe sulmit që i bëhet vazhdimisht Partisë Demokratike ose kritikat në Partisë Demokratike miqësore në disa raste, ose pesha që bie automatikisht mbi Partinë Demokratike si opozita e vetme e vërtet e vendit, ngre dhe këtë pyetjen, ku fillon dhe ku mbaron Lela kufiri i përgjegjësisë Partisë Demokratike, pra opozit dhe qytetar? Në reagime flastu, në protesta. Shiko, Partia Demokratike, unë do mendoja pa, sigurisht duke zbritur këtu atë konfliktin e interesit, unë mendoj që e ka bërë detyrën e saj. Dhe duat të ndalem, le të ndalemi tek rasti i fundit. Po. Le të ndalemi tek gjyqtarja Irena Gjoka Maneku Shpata me 3 apo më shumë mbiemra. Ka qenë Partia Demokratike, ka qenë kryetari i saj që e ka denoncuar, e ka bërë publik i pari këtë fakt. Dhe ju e mbani mend shumë mirë, dhe të gjithë ata që duan ta mbajnë mend reagimin e një pjesë të mirë të mediave, të analizëve, ata që janë të lidhur me qeverinë. Pak përqeshje, pak nënqeshje, pak mosbesim, pak të quajturit hiperbol, dhe ja ku jemi sot, prokuroria e përgjithshme ka thënë, ka vulosur atë që Sali Berisha dhe eksponentë tjerë të Partisë Demokratike e kanë thënë prej kohësh. Ja hidhemi tek gjykata kushtetuese, tek vendimi më i fundit, po për liderin e opozitës Sali Berisha, 333 ditë të gjata, verë, dimër, pranverë, vjesht, të kaluara në izolim, me një qëllim të vetëm pengimin e liderit të opozitës dhe të kapaciteteve opozitare për të qenë fushat, për të bërë fushat, për ta shpalosur programin, për të qenë funksional dhe rentabël në përballjen politike. E çuan deputetët e Partisë Demokratike në gjykatën kushtetuese, e rrëzoi e njëjta gjykatë, erdhi më vonë dhe i bie që para pak ditësh dhe tha që po, ka pasur paligjshmëri. Pra, i solla këtë rast për të ilustruar pozicionin
e të përndjekurve që kanë patur Partia Demokratike, kryetari i saj, opozitarët në përgjithësi. Dhe këto janë vetëm 2 prej elementeve, se mund të shkojmë tek vula, simboli, non grata, gjithë ajo po themi via dolorosa që në të cilën ka kaluar Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Po i solla këtë rast për të thënë që kjo nuk ka qenë një opozit se gjoj shpesh njerëz të gjithë krave që i kërkojnë Partisë Demokratike të sillet si në kushtet daneze, të sillet si daneze. Jo, kushtet kanë qenë bieloruse, ruse. Nuk kanë qenë në raste të tjera pastaj kërkohet edhe, në disa raste të tjera pastaj kërkohet edhe kundërta që nuk po bën mjaftueshëm. Ta kujtojmë dhe këtë element.